herën e fundit patëm mësu për emrat vetor, na dashti po mësojmë për çysh me kriju fjali, se më herët thëshëm veç unë luj, unë kënaj, ose shka do të thonë për emri vetor, kryefjala dhe folja, na dashti po dojna me tranzicionu në fjali me 3 fjalë. Unë luj futboll, për shembull, po e ki edhe veprën edhe shka po vepron, edhe unë vi prej filan festekut, unë flas këtë atë, do me thonë pagas fjali ma të kompletume. Qëto e unë shuj vi ma nëzet se baut si bjen qysh me kriju fjali. Përveç që të fjalive dëftore, i kena dhe fjalit pyetse, të cilat kena me mësu gjithashtu sot, shumë është thjesht me kop me i shëndru prej dëftore në pyetse. Edhe tani mundi me bo diskutime bazike me Gjerman. Ja nismi me një farë përsëritje, për emrat vetor që patëm, unë ti aja jo, ne jo ata ato, në gjermanesht i bike ich për unë, du për ti, zi, es për aja jo asnjajse, wir, zi, edhe zi. Mirë, unë, ti, aja jo, edhe asnjajse, ne, jo, edhe fakt jo njës që kjo është ata ato, edhe kjo është jo në jo shumës kjo është në jo njës, më falni. Tash të përbojmë që të një vi. Edhe tash të i zgjedhojmë foljet e rregulla me të një faliste që po ta vizatu herën e fundit, që ju thash me shkruaj në fillim të fletorës, që me referencu se të herë kur keni dëshime për qysh me e zgjedhu një folje që është e detne që është e rregull. Aja list përshike mbaresat te ich me veç te du me st, erzjes me të, vir me në, ir me të, zi me në. Dhënë që kjo pat konë sikur regula, të kopmi të qesmi dhe njani që të farë kotia në qëto, pasi pedim që është regull, pe kopmi për lëvizmi, krejt që to mrena që soj kotia. Cak, edhe këto, skadën qështu, edhe bëjmë qështu tap, back. Dhe me thonë që kjo ke regull, të bëjmë qështu një pikë qëtice, dhe pedim që kjo është regulla. Mirë. E pa thëmë pos një folje, na për morë prap një folje tjetër, të këqyri cilat folje pa të morë shajben, shpilen, për morë na foljen kommen. Me ardhë, okej? Shu qëto me gjelbër ta, gjithmonë janë, po tentoj veç me gjelbër me mojtë foljet, që me bo ma tjesht me menu në termat e logjikës gramatikës. Folja është kommen, edhe ju përshini edhe një farë paterni që ta është të dolla, një farë, që mi thonë, mustër i thënë të gjermant, që foljet, kur janë të pasgjedhuara, po e kanë një mbares caktume, dhe me thonë gjithmonë janë me në kur janë të pasgjedhume. Kjo është folja për të rregullat, se të pa rregulltat janë folja zajmë për shembull që ka me qenë. Ajo është krejtësisht ndryshe mbaresa se përshton edhe një i në mes. Pekopmi përshkruajmë dhe njëherë vetat qëto. Unë spritoj me shkruajt 100 herë do të më shkruajnë fillim, deri sa mo si muzik të bo që ich du zi es, vir, zi, edhe zi. Dhe pse një ma i mirë është pas me pritu. Se të nëherë që shkruun, jetu e forcu trunin për me mojt men ma mirë. Ka me e bojmë qështo, edhe të ashti talmi edhe zgjedhojmë foljet. Po du me e zgjedhu si pas listës. Qysh i po ta thonë me bo? Me njëk qëto farë mbaresat. Po
A me shtu tash të baresën veç të në fonda, kommen e jo. Qët e në gjithmonë e hjek, edhe kap tash të i qitë qëto një mas një si pas rendit të veni respektiv. Hajde tash të këshyrmi, e në e hjekëm va në mendje. Edhe janë nisme ich kom, edhe për këshyrmi këto, komme. Ich komme. Du e këshyrmi këto, kommst. Sie kommt. Wir kommen. Që të varë pikat e kuqës, dipë se po me qetë, po pritoj me lyp, për herën tjetër e këshyrmi, bas më na pengu qështu. Ihr kommt. Edhe Sie kommen. Që janë të menu më kretë më konë këja të vogla, po ka njëherë për më shatë dora, që që edhe ju do të me mi folta shqitja. Mirë. E kryetëm me foljen, kamen, bukur. Po patëm thonë, patëm edhe foljet pa regullta, pe pojmë një farë rikujtimi, një foljet tjetër që këna post pa regullt, edhe aja u konë folja, thash edhe ma heret, shka ka thonë që i këspiri, me konë, amas me konë, edhe na po folmi për foljen me konë, me qenë, që është folja sein. Ich bin, du bist, sie es ist, wir sind. Sie es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Ja, në fundi kom shujt ma mirë, po e dini tash e keni mësu për mensh. Që kjo ka njona e pa regullt, po unë e thamë ka gjithmonë të pa regullta edhe halomat pa regullta. Që kjo është ma e pa regullta që më konë arsye, pëse po thamë është ma e pa regullta, është se këshurën e folja në formën bazike të saj, me konë. Krejt ndryshe po është për qysh po zgjedhohet të veta e parë. Krejt ndryshe me qysh është e veta e dytë. Po tani edhe veta e tretë nuk po dallon veç prej formës kryesore, po dallon edhe prej këtyre dy tjerave, pe hjek krejt bëjëm. Pastaj pianis këtu variacionet me fillim të s që përko, sind, seid, sind. Dhe thonë, kjo me të vërtet e pa regull, se s'mon është miron fije pa e dit për mensh. Kapmi tash të e bojmë një farë vidje qëto, edhe janë njësmi tash një folje tjetër pa regull, për me e vërtetu që ato që thash ma heret, ka të pa regullta, edhe ka halomat pa regullta. Për kapjo në qëto, ngrej krejt pak ma poshtë, mës me pas pa nga qëto gosht, edhe ngrejmi cak, ja ba janë një qëto, jo qëto, edhe kjo ngrejmi më nalë qëto. Për marrë vetën, foljen, hajsen. Okay. Folja hajsen është me u qujt, ose quhem, folja quhem, po me përkthyta man që këto në shqip i bje me u quajt. Pe kapim pe boj me highlighter, me që kjo është shkajna të targetusat, për me zgjedhu. Okay. Edhe e bojmë të ashti për levizit cak. Për me mësun një gjumë të huj, shka është se një ma i rrezikshëm për me na të shtu plani, është më u konë demel. Për që ato për shkruj edhe njëherë. Resht, për më kalzu kur unë, kom jo pëse, edhe 500 herë e kom shkrujt nashta në ditë, nashta edhe për egzageraj, që edhe ju mas me pitu me shkrujt prap, deri so tis me nën edhe durave që i qetë. Mirë. Po du me thonë, unë quhem, ti quhesh, aja jo quhet, ne quhemi, ju quheni, edhe ata ato quhen. Edhe marrë me qëto kemikin e kena që të, në gjyrën e gjelbër për me kaltu që është folje, qysh e kena këto, baran me edhe na pianismi që shto,
hajse. Te du, po është me st, a kapmi me shtu që të edhe një së tjetër? Jo. Pse? Se po nuk po ka faktikisht naj farpuna që po krymë. Në krejt rastet tjera, me të folja njëjtës gjëllume sikur të foljet e rregullta. Kurse veç të du, veç të es mo nuk e qesme. Du hajst. Pse se në mënyrë fonetike që kë SC-ti po e kryin krejt muhabetin e ST-s. RZS hajst, wir heißen, të marrë i pakës të. Cak. Ihr heißt, sie heißen, që të pasë në me vështë, no? Heißen. Mirë. Qka pi bjen, ta është në këtë rast? Në këtë rast, ta është edhe një herë, krejt e me e. Të me të. E në me e në. Të me të. E në me e në. Dhe me thonë, krejt po e një, qysh është tek foljet e rregullta, po kena veç një rast të du që nuk po e marrë që të sëjën që e ka zakonisht rregulla. Këto tash një mujna me klasifiku si kur folje e pa rregull, okay? Po reali është gati krejt por sikur të rregullta veç me një vend për na i prik. Për që në thasha më herët, ka folje për një met pa rregullta, që janë mat pa rregullta, edhe ma pak të pa rregullta, sikur hajsen. Mirë. Sot, të baj që të një farë kutije të vogël, për me kalzu shka, kena mësu dhe që tash në sot. Të baj që të delete, këshimi që të kena në i shka tjetër, pe bojmë një kutije që të bërë. Mirë, që të e hupëm, edhe shkojmë që të shka kena mësu. Sot i da të mësu për foljen common, e që do në nalt, foljen heißen, edhe për mësojmë foljen sprechen, që të ashtë kjo është e treta. Dhe më thonë, këtu janë folja të reja. Pse? Se janë bazikat për me mujtë me qunë një farë diskutime bazik me një njerit që folë gjermanisht, për shamë. Pse se kur ullush me bo muhabet me dikon, shka bojnë edhe është që muhabet, që që ki emnin, e i ka hejtje, edhe tani nëse e sheqe s'po të merë vesh asë një gjumë, ki që e fëllë me vetë, veç qëfar gjumë e fullë, se nështë a i kam një gjumë në që e di që të të mirëm vesh. Mirë. Edhe të fundit të më përbojmë që të, cak. Mirë. Edhe një herë kopi, edhe ju lutem për dorimin. Ich, du, RZS, wir, ihr, sie. Tashti, thashone, përdojna me marë që të foljen tjetër sprechen. Shka është interesant për juve me ditë, të folja sprechen është, a është e rregullta, pa rregullta, moj që tash me zgjedhu vetë, as moj. Realiteti është që është e rregullt 90%. Njëjti rast sikur të hajsen. Për që ato, që tash mundi me nalë në pauzë, folja sprechen, mundi me nalë pauzë dhe më mundu vetë me zgjedhu, dhe ta në fund, me bo qka është seni favorit e jemi me thonë, ga be me ki, se o dosh me ditë që është e pa rregullt me një aspekt edhe mujna me në shumë. Okay. Po s'ka lidhje së është kiamet i madhë me bo në e farë gabimin këtë rast, nëse 99% të rasëve e ki sakt, është shumë mirë. Mirë. Ta është bezon që ke nalë pauzë, e ke provu, edhe po dojna me këqyrë ku është gabimi. Gabimin që e keni bo jo, është te du. Okay? Arsyeja pse është gabim, është
se që thash 99% e rregullt, me një vend po ndryshon pak, po na hajde shkojmë edhe e zgjedhojmë qysh ish dosht. Dhe më thonë, e në e hjekmi mentalisht, qdo që kena edhe shkojnë aty qitë në paresat si pas lisës. Ich spreche, du sprechst, apo, qështu e këshëm plëcu, po kjo është qysh tash o në gabim, se që kjo far ija, që të bëhot në i. Dhe më thonë, eja është në i, qëta do të me, që është dalimi i madh, që pe ka folja e rregullt sprechen prej foljeve tjera vërtet të rregullta. Ma shumë ka folje që janë për një me të rregullta, se sa ka qështo që janë gjys që për ndryshon një shkronjë, po punat e këtu është i hasë dhe 15 herë, tani e moment, adhe shka të du, nuk është du sprechst, po du sprechst. Edhe ta shti i bojmë tjerat, RCS, sprecht, dhe me thonë edhe të du, edhe të RCS, e paskim u dash me bu gjovanisht sëhën, Gjerbert, RCS sprecht, wir sprechen, ihr sprecht, sie sprechen. Ja. Dhe thonë, edhe njerë, shpejt, baresat që të krejt, njejt, vetëm të du edhe të RDS, eja përbohat në i. Mirë. Hajde thashti që fa lisën e vogël, kam në hajsin shprehen, pe kopmi me kriju fjali ta man të vërteta. Se dhe që thanëm, fjalia ma e thjerë du të mi pos 3 antarë. Krye fjallë, folje edhe një emër, apo? Hajde thashti të bojmë qashto. Të shkrim që konal titullin, të bojmë Sätze, fjalit, të më thonë, edhe marrë një kemi këtë zi. Patëm, foljet e reja që i patëm su, e patëm cilat, të marrë që të një qësish në të vogël, ke folja kommen, heißen, edhe sprechen. Okay? Pianismi me heißen, qysh quhësh, okay? Edhe përdojna me thonë, unë quhem Driljan. Qysh e shkrujmë, shumë e thjesht, ich spreche. Unë quhem. Kështë të thonë, ich spreche Deutsch. Ich heiße Driljan. Mirë. Dhe thonë dashtë më thonë, unë quhem Driljan. Se truni më ka bo në autopilot, direkt dullat në shembullit tjetër. Qka është në rëndësishme për neve? Folja është hajsen, baresa po është korekte me përemrin vetor, edhe në fund, po thamë qysh quhem. Dhe më thonë, që kjo është një fjalije plot, se po e thot një paket të informacionit. Njëtjen sen, mujna me bëllat tjertë, ich spreche Deutsch. Ta baj që të sëjnë e vogël, që mos mu habit që sa është e kapitalizume. Ich spreche Deutsch, unë flas gjëvanesht, edhe e treta, po tham, unë vi nga Kosova, okej? Ich komme aus dem Kosovo. Ta është i këtu, aus i bjen nga. Se e di që keni juron sy, që kjo aus, shka i bjen, kjo i bjen nga. Unë vi
nga Kosova. Që kjo dem, kjo është një farë filozofie palije e gramatikës që na ka ra baksos neve shqiptarëve të Kosovës, që do të me qitë që të tem gjithmonë kur ina të thonë po vinë nga Kosova, vendet tjera nuk e kanë shumica për tyne, po thu aus Frankreich, aus Deutschland, aus Dänemark, aus Schweden, aus Norwegen, do me thonë Suedi, Norvegji, shka do, po janë do fa shtete baksos që e morin prej gramatikës që të farë para shtesën a që mi thonë që duhet me bon fjali. Po a bon të kiamet nëse ju thu njerëzve ich kom aus Kosovo, së bon të kiamet, na i kosh me thonë, po e ki gabim, po edhe në internet e kom kërku, 2/3 më dogo të shqiptarëve të Kosovës e thujnë gjithmonë pa dem, sa që edhe librat grammatikur të Gjermanisë e klasifikojnë që potencialisht mund është me marrë dhe të sakt nëse e ban pachet dem, se konformiteti i qysh përdorët gjuha caktohet prej që shumica e përdoren. Mirë, na thanëm që të në fjali dëftore. Qysh dojna mujna mi zgjedhu qëtu, mas me thonë veç me adin së pëtu mu konu në veç në asifar me një modhe që unë jam njëri ma rëndësishëm, pëtu me full veç për veti, pëtu me e kalzu dhe për tjerë. Pi marrë me edhe ka një opri se cilës për tyne, tu e marrë ka një për emër tjetër, po thujna a i quët Petret, qysh je thujmë, heißt Petret. Po thujna që ajo vjen nga Italia, sie kommt aus Italien. Edhe po thujmë, ne flasim Shqip. Sa e di që të farë gjunët, që të mund të me shujt me të vogël, pa e këto janë farë detaje, pa lidhje, të cilat së të me këshyrë përveç për provim. Mirë. Qka do të me mojtë men, edhe këto nëse të nëherë me këshyrë, cila vetë, cila mbares, a është e regullt, a është e pa regullt, nëse a është e pa regullt, do të me ndryshu, prej rasit në rast, për shamu që to, e bojna du shprehst, jo du shprehst. Mirë, po në jo dhash me pakës ma shumë premtime, thash jo veç fjali dëftore, po thash edhe fjali pyce, tash të vinë të fjalit pyce, ka me e bojmë edhe një vinë dorë, se qëto, edhe prejsme tak, tash të bojmë qëto një shenjë për me di që i në të bojmë për fjali pyce, të qëto një farë ylli, edhe për marë gjyrën e mirë të kuqe. Edhe një pikë pyetje të rrëdhatë qëtë. Mirë, fjalit pyetse, qysh i bojmë? Qysh quhesh ti, prej nga vjen ti, edhe çka flet ti, për shembull. Do të thonë, për me kërku pyetje na pas me mënyra fjalë caktume. Çka, prej nga po vjen ti, edhe si quhesh, do të thonë qysh, çka e tjerë. Edhe këta gjermanë i kanë fjalit pyetse, i kanë do fjalë me cilat mund është me kriju fjali pyetse, që krejt filloj me një shkrojnë edhe ato janë me v. Për shembull, vi është qysh, was është çka, woher, e shujtë dhe ashtë i vën,
woher është prej nga. Welche është cilat. Okay? Dhe thonë vëja, po është centrike këto, për me dit a është pyetje, a është përgjigje. E kena që të farë fjallët, vi, e kena was, e kena woher, e kena welche, kena dhe tjera, ato i mësojna me ku, të cilat janë fjallë për me, specifike për me mujtë me ndërtu pyetje. Hajde tash të janismi të bojmë një tabet vogël që shkam që shafon në gjithmonë, e bojmë që shkuj me të zez, për i bajnë këtu në gjermanesht, vi, was, woher, dhe welche. Ok? E në shqip për bojmë në kuq, zajtë të marrë një gjyrë tjetër, të marrë një portokall. Vi është qysh, ose se, was është qka, woher është prej nga, welche është cilat. Cilat, e tjere. Mirë. Tash të bojmë do pyetje. Shkojmë dhe njerë ngojmë shpejt, e gjojmë foljet e reja që i përdorëm sët, edhe pe kopmi pe kopjojmë, pe thojna qëta përdojna me kopju, edhe thane e qesmi që kam poshtë, se qato janë të cilat përdojmë na me i përdor për me kriju pyetje, se mos i po janë të rejat që i këna mësu, i përdorëm i tashtin në kombinim. Përdojmë na me thonë, prej nga vini jo. Për me thonë, prej nga vini jo, na vynë folja, mas pare, me ardh, common, apo, edhe fjalla pyetse prej nga. Ku e kena këto, që ku e pasmi prej nga, edhe koka woher. Ok? Qysh e bojmë? A e bojmë du common woher? Jo. Se edhe gramatik është inkorrekt, po edhe renditja e foljeve është e pasakt. Që kjo është ka e dalën fjalin dëftore edhe pyetse. Të fjalia dëftore pjanis me krye fjallën gjithmonë. Unë quhem Driljan. Kurse të fjalit pyetse, sikur edhe në shqip. Qysh quhesh ti? Ok? Dhe me thonë janis me fjallën pyetse. Prej nga vjen ti? Ose qka flet ti? Ose cilat gjuhë i flet ti? Dhe me thonë, fjalla pyetse po del gjithmonë në fillim. Hajde tash të shkruajmë një fjali që do të përbashkët. Thanë me woher, po dojna me pyet dikon prej nga vjen ti, edhe bojmë fjalin woher, du, edhe mes vjen folja. Qysh do të me zgjedhu foljen? Duja e markem baresën st, te common i nën e hjekmi edhe e qesmi në fund st. Woher kommst du? A e bojmë pik? Jo. Se është fjali pyetse e qesmi një pik pyetje. A tani do të me orë përgjigja për fundi. Ich komme aus dem Kosovo. Unë vi nga Kosova. Është kjo një rregull që mu më pëlqen. I tham unë rregulla 1, 2, 3. Një diçka tjetër grup funksional, 2 gjithmonë folje, 3 informacion plotësues. Dhe me thonë, seni që do të me mojtë men jo, është që foljet gjithmonë vinë në vendin e dytë në fjali. Prej nga vjen. Dhe me thonë, ne, edhe këto e kena 2. Unë vi, pozita nëmër 2, nga Kosova. Dhe me thonë, qka do me ndodhë gjithmonë folja do të më konë në vend të dytë. Fjali dëftore, apo pyetse, nuk ka fort gale. Mirë.
E bojmë tash edhe një pyetje. Çka flisni ju? Tash në jo njëjës. Was sprechen Sie? Me së të madhe për me kallëzu jo. Tash ti i përgjigjesh, i thu ich spreche Italienisch, për shembull, okay? Italienisch. Unë flas italisht. Po dojmë tash edhe një pyetje tjetër, po bojmë çto pakas një farkotije, cak, për me shujt edhe do shembuj. Po dojna me thonë cila gjuhë i flet ti? Të kaltart. Welche Sprachen sprechen Sie? Tani pastaj përgjigjesh ich spreche bla 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 und bla bla bla. Albanisch und Kroatisch oder shka do s'ka lidhje. Unë veç po du me kallëzu për strukturën e fjalisë që shkon. Qëtu shko është interesant. Orse unë e thash gjithmonë folja në vend dytë. Njo, dë. Njo, dë. Përshini folja sprechen. Komst. Edhe nalë të shembuj tjera ich spreche. Ich hajse gjithmonë folja në pozitën numër 2. Qëto kam qefo në gjithmonë që njerë që mësojnë në Gjermanisht me mojtë men. Por, me njerë qona me njerë me dy kom tap, edhe tham, ja, gabem se ka njerë qëre këto. Cilat gjuhë flisni jo. Nuk po është vendin e dytë. Për që thonë, unë kam qef me thonë në pozitën e dytë si kur grup funksional. Se këto welche Sprachen, kjo është një grup funksional. Thot cilat gjuhë, do me thonë, është një informacioni përbashkë. Tani në shka cilat gjuhë dimi shkrujt, cilat gjuhë dimi kuptu, cilat i fuli në sikur më konë gjuhë abdhen është këtë specifikim, për që ato i doj në grupe funksionale. Arsyja pse për që tonë, pakës pe komplikojnë ashta, është veç që me kalzun që gjithmonë regula pakës ko me deviju. Nuk do me thonë që nështë 95% rasteve funksionan mirë, po tek tuk pakës ka më konë ndryshe. Për shumë që në welche Sprachen Sie nuk shkon. Do me thonë cilat gjuhë, welche Sprachen, bashk, sprechen Sie. Edhe të Sprachen, masi është emër, emrat shkruhen gjithmonë më të madhe në gjermanisht. S'ka lidhje i përveç shumë që shikin ana në Shqip, tavolin, tepi, laptop, shka do krejt shkruhen më të madhe. Mirë. Tashti të bëjmë një përmbledhje të vogël. Shka kena mësu dhe që tash? Kena mësu 3 folje të reja. Cilat folje kena të? Ken kommen, ke sprechen, edhe ke hajsen. Njona për tyne ke krejtë regullt, dyat ken pothuajse të regullt, po me pagës pa regullësi, të sprechen 2 vende u bajke me i, të hajsen nuk është të ke sëja të du hajs, të me thonë vetë veç me SC. Kalzonëm për strukturën kryesore të fjalive dëftore. Fjalit dëftore, po janë njësin, njëtë sigur, të me thonë, na që shpibojmë njerë në fillim, po janë njësin me përemër vetor, ich spreche Albanisch, të me thonë, përemër vetor, folje edhe informacion plotësues. Pozitën numër 2, gati gjithmonë e ki foljen, aksionin, shka bante, unë flas, unë baj, unë knoj, unë luj futbol. Njëtë si kënë Shqip, unë luj futbol. Po ti më nëshme shtu edhe për para foljes luj, shka dush fjall, unë e gjdo sabah luj futbol. Që ato në kam qef me thonë që kjo është
grupi funksional i dytë. Mas pari është grupi funksional i parë, kush, kur po bën diçka, edhe çka po bën. Mirë. Do të thonë, ditëm me bo fjali dëftore, zakonisht fjalia më e thjesht, une baj edhe çka po bën, une flas shqip. Okej? 1, 2, 3. Mirë. A është rregulla 1, 2, 3 dhe në të fjalit tjera, ke po edhe të fjalit pyetse. Patëm fjali pyetse, patëm pakës një strukturë ndryshe. Në pjesën e parë të fjalisë pyetse, do të thonë në pozitën numër 1, nuk delke premri vetor, premri vetor shkojke në fund, po delke fjala pyetse. Sikon shqip, çka flet ti? Çka kënon? Çka lum? Etj. Edhe fjalë pyetse në gjermanisht kanë gjithmonë me v. Wer, wie, was, woher, welche, etj. Që kjo verë nuk e patëm më herët, po veç e shtruva qëtash, më i me hjek edhe qështu që mos mjo dalla shqit, kjo e bje kush, ok? Mujna me diskutu dhe herën e arshme. Krejt që tu shka po filloj me v, po janë fjallë pyetse. Pastaj, kush vjen masanena, vjen pozitën e dytë, që që patëm konalt, ke folja. Pozitën e dytë. Wie heißt du? Was sprichst du? Woher kommen Sie? Welche Sprachen sprechen Sie? Për nejse këtu së përshkujë, se të një delma e kodë, kështu që përlon që shto, edhe përbaj të të funditën, wie heißt du? Was sprichst du? Edhe woher kommen Sie? Edhe njerë, pozita nëmër 1, fjallë pyetse, po filloj me v. Pozita nëmër 2, foljet, po zgjedhohen sipas premrit vetor. Pozita nëmër 3, premri vetor. Kurse nalt të fjalia dëftore, ke gjithmonë premri vetor në fillim, folja në pozitën e dytë, informacioni në tretën. Mirë. Me që ka që ma mërmenja që janë pikat kryesore, për baj edhe një fan litre qëto, cak, edhe qismi qëto, që me mojtë men, fjallë të pyetse e patën v, edhe të një ki wie, was, wer, woher, welche, etj. Mirë. Me ushtru, normal që do të më shku të ashtim në bazë librit dhe jo me mësu fjallë, se cili kapitulli ka 30-40 çadio në fjallë, këto janë veç për mja u spjegu logjikën e gramatikës.